kuadër të shënimit të ditës botërore të artit, Fakulteti i Arteve pranë Universitetit të Tetovës sjell një atmosferë të veçantë krijimtarie dhe frymëzimi. Përmes një serie punëtorish kreative në artin dramatik, muzikor dhe figurativ, studentët hapin dyert e botës së tyre artistike, duke ftuar të rinj dhe ardashësit të bëhen pjesë e këtij rrugëtimi unik. Një hapësirë ku arti nuk është vetëm prezantim, por edhe përjetim. Për hir të ditës botërore të artit, Fakulteti i Artit Dramatik promovoi ato punët e studentëve të artit të dramës, të filmit, kamerës, montazhës dhe të regjisë. Dihet që këto fakultete funksionojnë në kuadër të Fakultetit të Arteve gati 20 vite dhe studentët të cilët kanë mbaruar domethënë në Fakultetin e Artit Dramës, gjithsesi aktrim, i kemi të gjithë në Teatrin e Tetovës, në Teatrin e Shkupit, në Teatrin e Kumanovës, gjithashtu në të gjithë kuadrat të cilët kanë mbaruar domethënë për kamerë dhe për montazh, të gjithë janë të punësuar, të vetë punësuar, domethënë të gjithë kuadrat që dalin nga Fakulteti i Artit Dramatik e gjejnë veten shumë mirë pas një rrugtimi 4 vjeçar që e bëjnë këtu. Shënojmë 15 prilin që njihet si dita botërore e artit, faktikisht është ditë simbolike që përkon me datëlindjen e gjeniut të rilindjes italiane Leonardo da Vinci. Dhe kjo ditë në mbar botën festohet me aktivitete të ndryshme artistike. Edhe ne si Fakulteti i Arteve pam të arsyeshme që këtë ditë ta shënojmë me një punëtori kreative nga 3 programe studimore që i kemi në kuadër të fakultetit, duke filluar nga arti dramatik, arti muzikor dhe arti figurativ, me të gjitha drejtimet të cilat janë pjesë përbërëse e këtij institucioni arsimor. Maturantët, përpara vendosjes së momentit më të rëndësishëm të tyre për të zgjedhur profesionin e arshëm të tyre, patën mundësi që në mënyrë interaktive të bashkëpunojnë me studentët e Fakultetit të Arteve dhe të shohin nga afër punën e tyre që e kanë realizuar brenda vitit akademik. Dhe ky ndërveprim krijoi një mundësi që ato jo vetëm të shohin si funksionojnë drejtimet e artit figurativ, por njëkohësisht atë talentin e fshehur që e kanë brenda vetes së tyre ta shpalosin, ta kultivojnë dhe ta zhvillojnë në të ardhmen e tyre. Prandaj kjo punëtori kreative besoj se i arriti qëllimin për shkak se entuziazmi i maturantëve ishte jashtëzakonshëm, të cilët arritën që të shohin nga afër punën e drejtimit të artit figurativ, pikturë, skulpturë, dizajn grafik dhe grafik. Nga drejtimi i artit muzikor kishim 2 studente me instrumente muzikore në violë dhe në violin, ndërsa nga Fakulteti i Artit Dramatik patëm një shfaqje teatrale, 2 filma me metrazh të shkurt, si dhe një punëtori me fotografi ku u fotografuan edhe një numër i madh i maturantëve. Sot Fakulteti i Artit organizon një punëtori para nxënësve dhe para të gjithë ardashësve. Në këtë punëtori pra marrin pjesë studentët tanë të 3 programeve studimore, të programit studimor art dramatik, art muzikor dhe art figurativ. Në këtë ditë studentët e të 3 programeve studimore performuan, gjithsesi mbajtën punëtori artistike, punëtori kreative për ndryshe. Studentët e artit muzikor performuan muzikë kamertale, ndërsa studentët e artit dramatik performuan në lëmin e tyre, si dhe studentët e artit figurativ po ashtu mbajtën një punëtori artistike. E gjithë kjo u bë para studentëve, para nxënësve dhe para të gjithë ardashësve. Ky aktivitet nuk është thjesht një takim artistik, por një mundësi për të ndjerë nga afër fuqinë e krijimtarisë dhe bashkëpunimit. Fakulteti i Arteve mbetet një vatër ku talenti kultivohet dhe arti merr jetë, duke dëshmuar se kreativiteti është gjuha më univerzale që na bashkon të gjithëve.